Organizata e Kombeve të Bashkuara paralajmëron se lufta në Iran po shkakton pasoja të rënda edhe për mjedisin dhe klimën, pasi përmes sulmeve ndaj infrastrukturës së naftës çliren substanca shumë toksike. Në tokë kanë deportuar lëndë djegëse fosile, metale të rënda dhe substanca që janë shumë rezistente ndaj ujit dhe nxehtësisë, ndërsa zjarret kanë çliruar ndotës si dioksinat dhe furanet. Gjithashtu janë regjistruar edhe emetime të mëdha gazrash që shkaktojnë efektin serr, dëme ndaj sistemit të furnizimit me ujë të pishëm, si dhe përkeqësimi krizës së ujit në Iran. Sipas ekspertëve, zjarret ndaj cisternave të naftës në rajon përbëjnë rrezik në rritje edhe për peshqit dhe gjallëset detare. Megjithatë mungojnë ende shumë të dhëna, ndaj edhe një vlerësim i plot i rreziqeve të mundshme për ekosistemet, tokën, ujin, ajrin dhe ushqimin nuk është ende i mundur. Si pasoja të tërthorta konsiderohet edhe përdorimi i shtuar i qymyrit në vend të gazit në vendet që importojnë gaz, si edhe në të ardhmen nga emetimet e larta të dioksidit të karbonit për rindërtimin e infrastrukturës shkatëruar nga lufta.